Profesor Tarifa me sa di, po shkruani ju jeni nga Gjirokastra apo? Me nënë me babë. Okej, edhe unë nga Gjirokastra. Me sa di, jeni duke shkruar një libër për Gjirokastrën dhe Gjirokastritët. Është libër me anekdota siç flitet apo është më shumë se kaq? Se janë të famshëm Gjirokastritët. Pse thua me sa di, ti je ai që në dita Me Ajsa kemi botuar. ke botuar Me Ajsa kemi 2-3 faqe gazetë për këtë libër ose nga ky libër. Libri është në shtyp, po prodhohet nga Onufri, titullohet si titullohet libri? Titullohet anekdota për Gjirokastritët. jo, humori dhe e qeshura si ekologji sociale e gjeografitëve. Dhe një nëntitull që e kam pëlqyer më shumë mirë se vetë titullin. Pse qeshim me anekdotat për gjeografitë kur i dëgjojmë edhe i themi vetë ato. Edhe i thuash vetë si gjeografitë unë them shumë të tilla. Ja një për shembull. Ka shumë, por duhet vë këtë në duke në radhë parë që thuajse çdo anekdotë që tregohet për gjeografitët nuk është për gjeografitët. Unë kam gjetur burimin në anglisht të shumicës të anekdotave që thuhen për gjeografitët. Të njëjta identike thuhen në Cleveland, në Ohio, në Amerikë, thuhen në Skoci, thuhen në Bullgari, në Gjermani, në Holland, në Sloveni, në Estoni. Këto që kanë të bëjnë me Kurnacllëkun. Vetëm për këto me këto po merrem. Domethënë me Nikoqillëkun që i themi ne, me Kopracinë. Janë të njëjtat. Edhe e njëjta renditje e fjalësh, e njëjta përmbajtje, kështu që nuk janë gjeografi të tillë, se duket është në natyrë njerëzore. Janë të njëjtat identike. Në disa variante, i kam gjetur, i kam përkthyer nga anglishtja. Kush pas ka përkthyer? Po plot janë në internet sot. Nuk kishte të kaluarën sepse s'kishte internet. Dhe shqiptarët nuk dilnin nga vendi i tyre. Atëherë kur s'kishte internet s'kishte. Nuk dëgjonim. S'kishte anekdota për korporacinë e gjeografitëve. Ndonjë rrallë tek që mbaj mend nga gjyshe që Vjera i thoshte nusës Tavolin, jo 2 ulli një kafshat, po 2 kafshata një ulli. Kjo që e vetë me gjë. Unë nuk dija. Asë kishte anekdota nga Shkodran, për Shkodran. Shkodranët vetë i thoshin për regjimin atëre, sistemi socialist. Dhe ne rueshim kur i thonim, sepse ishte kohë e vështirë. Por qeshtim me to, sepse ishim të rinë atë moshë, dhe mendonim se e qeshura rruga me shkurtët dhe lumturisë. Libri nuk është thjesht anekdota, aty mund të ketë gjithsej rreth 15-20 anekdota në 180 faqe libër. Është një libër që të shpjegon historinë e tyre të humorit në radhë parë dhe të së qeshurs, të arkitekturës së humorit, si ndërtohet humori. Dhe merr shkas nga studime që kanë bërë filozofë të njohur shumë, Nietzsche ka shkruar për to, Freudi patjetër ka botuar një libër për humorin, Bergsoni ka një libër për humorin, Aristoteli dhe Platoni kanë shkruar gjërësisht. Pra mu desh që nga botimi e artikullit të lexoja pafund letërsi filozofike që kush ka më shumë humor, Gjirokastrit apo Shkodran? Shkodranët kanë një humor shumë të hidhur, shumë të lezetshëm, shumë interesant, shumë të mençur do të thoja. Inteligjent, kështu e kanë pasur, por nuk i dëgjojmë sot të thon anekdota si dikur. Si duket vetë realiteti nuk prodhon shumë sot anekdota si prodhonte në kohën e tij. Kurse këto që thuhet për gjeografitët, unë e quajta këtë si një borxh që kam gjirokrastës së prindërve të mi, që edhe miqve të mi gjeografitë edhe ty, që nuk kemi të tillë siç na thon. Madje ne i tregojmë vetë këto anekdota sepse qeshim që të tjerët mendojnë se ne jemi ata që ata thonë se jemi. Dhe u tregojmë me vepra se jemi të tillë. Autoironia. Po, kjo ka qenë arsyeja, edhe nuk është thjesht një libër. Ma thuaj një anekdotë që e ke përfshirë, një tipike, jo nga këto që qenë të përsëritura gjithanë. Do të them një të shkurtër që se kam dëgjuar të thotë një skocez, po një gjirokastit në katin e 3 të një pallati, është më e shkurtër që njoh, i thret nga balkoni, komshiut në kat 2. Andoni thot. Andoni pa dalë në balkoni thot, nuk kam. Edhe shumë të tjera. Por një që e gjen në Bullgari, në Gabrovo, quhet ai qytet, dhe që është motamo, siç themi ne, fjalë për fjalë siç e thënë Gjirokastë, është burri i thot gruas që nuk do marrim frigorifer, për sa kohë nuk dim nëse fiket drita e frigoriferit kur e mbyll atë. Te tregojmë dhe për gjeografitët. Sigurohemi që pyet gjitonët nëse fiket. I ndjeri më i kom tregonte një anekdotë me Gjirokastritët, një çift moshvorës që zgjohen në mëngjes edhe diskutojnë me njëri tjetrin çfarë do hanin për mëngjes.
edhe vendosin pas shumë diskutimesh që të gatojnë 2 vezë. Ndërkohë që vezët po bëheshin gati nga ambisa e shtëpisë, ngjitet sipër për një problem me antenën burri dhe rrëzohet nga taraca duke rënë, kalon vetëm njërën në dritarin e kuzhinës ku gatuheshin dhe i thot grua, një vezë bëj se puna ime vati. Hollandezët janë më keq. Libri i gatimeve në Holland fillon me këtë fjali. Si gatuhet mëngjesi. Fjali e parë shkoj e merr një vezë borщ tek fshinje. dhe një tjetër e kohëve të fundit, jo dhe aq e fundit, është që babai dërgon e ngjashme dhe kjo me këtë që sapo thash, djalin tek gjitoni, i thot shkoj e thuaj më jep ti kshekanin. Se i duaj babait. Vete ke gjitoni i thot që nuk ta jap se më hahet. I konsumoi. Edhe kthehet në shtëpi babai e pyet, e mori apo jo? Jo, tha, po ç'të tha? Më tha s'ta jap se më hahet. E i ati i thot që u pa puna shko me kshekanin tonë. Faleminderit profesor Taripa. Urojmë një libër. Kur del libri? Brenda 2 javë, brenda majit. Brenda majit. Me siguri do jetë një libër i këndshëm për të lexuar jo vetëm nga Gjirokastritët, por edhe ata që kanë të bëjnë me Gjirokastritët që besoj se është gjithë. Do vetëm 2 orë kohë ta lexosh. Edhe pse është perfekt. Faleminderit. Edhe ju faleminderit.